Zonja dhe zotërim, i nderuar lartësia juaj, Princ Leka i dytë, i nderuar kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit, zoti Shpëtim Axhami. Jemi mbledhur sot në një aktivitet të rëndësishëm për të nderuar dhe për kujtuar beslidhjen e Lezhës, një nga ngjarjet e rëndësishme të historisë tonë. Si dhe në kuadër të projektit Kthim tek rënjët, për të shprehur mirënjohjen tonë të thellë ndaj të gjithë atyre që kontribuan në rrugtimin historik të kombit shqiptar që nga triumfi i legalitetit. Kam nderin të hap këtë aktivitet me himnin ton kombëtar, i cili do të shoqërohet nga një video dokumentar i shkurtër kushtuar triumfit të legalitetit. Ju falenderoj. Ta bëj vendin ton të dëshirueshëm për të jetuar dhe jo plak të shpopullimit, duke garantuar gjithashtu për të zhbërë çdo gjë të bërë keq përgjatë këtyre 35 viteve. Ne legalistët duke bën këtë thirrje dhe angazhim për dekor politik, por për përgjegjësi aktuale, e bëjmë për bashkim dhe mbështetjen tonë në këtë rrugë të vështirë për jo të pamundur. Politika shqiptare sot ka nevojë për forcimin e zgjatës, për dijen intelektuale. Shoqëria ka nevojë për zërin ton, për zërin legalist. Ai nuk ka nevojë për politikë të vjetër dhe për politikë zhgënjëse të kapur që kërkojnë akoma të mbajnë gjallë klasën politike dhe sistemin e kalbër të këtij 35 viteve. Për ne sot është ora e përgjegjësisë dhe për këtë shumë shpejt
ne do të kemi një projekt tonin madhor, atë të tryezës barë kombëtare legaliste, kur do të konkludojmë e shparosim e curin ton politike programore për në vazhdimësi. E djafta, ne bëjmë shtet, e majta është dhe mbetet propagandë. Vetëm me identitet të qartë dhe unitet të vërtet mund të kthejmë shpresën dhe të zhvillojmë Shqipërinë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, Zoti e bekop Shqipërinë dhe shqiptarët, roft familja mbretore me princin e Kororës Lekajtit, gëzuar ditën e besëlidhjes së Lezhës. Të nderuar pjesëmarrës, kam nderin të ftoj para jush në fjalën e tij përshëndetëse zotin Indrit Vokshi. Gjithëve që jeni të pranishëm, përshëndetje Princ Leka i dytë. Unë do të flas shumë shkurt për të thënë vetëm 3 pika të cilat unë i konsideroj të rëndësishme në lidhje me këtë datë. Së pari, ky nuk është triumfi një partie politike kundër një partie tjetër, se paraqitet si konflikti politik i viteve 20. Ky është triumfi i shtetit. Pra pas vitit 25, atë çfarë Ismail Qemali e shpalli pavarësinë në letër, por për shkak konfliktit politik nuk mundi ta realizoj. E realizoi Ahmet Zogu ose Mbreti Zogu më pas. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të jepeshin Shqipërisë shteti dhe institucionet, që nuk kishin. Shqipëria ishte një grumbull fisësh që në krye të vitit bënin luftë civile kundër njëri tjetrit dhe me triumfin e legalitetit kjo mbyll dhe filloi epoka e institucioneve. Dhe kjo është e rëndësishme, nuk është luftë partiake. Dhe dua të them që tjetra, nacionalizmi shqiptar është këtu dhe nuk është çështje folklori, por është çështje politike, sepse i ka pas vetes ato vlerat politike të shtetit dhe të institucioneve të dhëna nga presidenca dhe mbretëria shqiptare. Në pikën e tretë, që është gjithashtu rëndësishme, kjo nuk është një trashëgimi biologjike, që kemi pasur Ahmet Zogun dhe kemi sot Princ Lekën e dytë. Pa nuk mund të kufizohet në çështje biologjike, por është çështje përfaqësimi të vlerave dhe të qëndrimeve ndaj shtetit. Për sot nuk po flasim thjesht për biologji, po flasim për përfaqësim politik. Ne shohim që këta që kanë ardhur në shtet janë rebel, janë njerëz që kanë zaptuar prona, të përsekutuarit politik dhe ish-pronarët i kanë shpronësuar për së dyti dhe nuk i kanë lënë të marrin veten sepse kanë dashur të krijojnë pasanikët e ri, pra kanë bërë atë përmbysjen e pasurisë, por ne kemi një të mirë që kemi një lloj trashëgimie, nacionalizmi nuk është zhdukur, kombëtarizmi nuk është zhdukur dhe nga niveli historik dhe trajtimi si histori, brezat e ri kanë për detyrë ta kthejnë në përfaqësim politik dhe në mentalitet politik ndaj shtetit, institucioneve, shoqërisë, pronës dhe gjithçka e tjetër. Sepse koha është tjetër, sot jemi në epokën e teknologjisë dhe duhet t'i relatojmë dhe t'i përveçojmë më mirë qëndrimet tona. Mos e mbajmë tek libri me histori, tek historia familjare apo tek luftrat të caktuara. Pra sot është momenti kur edhe djatha shqiptare ka një lloj krize dhe është mirë të shkojnë në shtratin e vet, në shtratin e nacionalizmit, të kombëtarizmit, të mbrojtjes së pronës, të identitetit kombëtar dhe të vlerave tjera që përbëjnë shqiptarin ose bazamentin e shqiptarëve. Për ta përfunduar, kur ata që quhen rilindës kombëtar menduan të ndërtojnë një shtet, e ndërtuan shtetin që populli shqiptar të kishte institucione ekonomike, kulturore dhe arsimore që të mundej ta garantonte mbijetesën e vet në Ballkan dhe në jetën e mëtejshme. Tani, institucionet nuk po përdoren më për këtë qëllim, nuk po përdoren më për arsimin, për shëndetësinë, për kulturën kombëtare dhe për t'i garantuar vazhdimsi shqiptarëve, por po përdoren që grupet politike të rrisin pasurinë dhe këtë pasuri që fitojnë në Shqipëri nga taksat dhe pronat e shqiptarëve ta çojnë në përvjen dhe për në Luksemburg dhe në offshore të ndryshme. Nacionalizmi shqiptar ka këtë detyrë që pasurinë e shqiptarëve ta mbajë këtu te shqiptarët dhe për shqiptarët dhe jo për të përdorur shtetin që e kemi nisur për qeni gjithëve, për të na garantuar gjithëve në një kompani biznesi dhe instrument të disa grupeve politike që kapin shtetin për të marrë pasurinë dhe për ta
quar në nivele banale të një tip kolonializmi që e bëjnë vetë këta, që marrin lek nga këtu dhe investojnë në për vendet tjera të botës. Në vend që të marrim lek nga vendet tjera të botës dhe të investojmë këtu, këta marrin lek nga këtu dhe i çojnë në për vendet tjera. Pra ky është synimi i vetëm politik dhe qëndrimi i vetëm i drejtë. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe për pjesëmarrjen. Dhe në rastin e 2 marsit, mendoj se mesazhin e 2 marsit për bashkim politik kundër diçkaje të huaj, ta përdorim dhe sot si mesazh politik për t'u bashkuar së bashku si shqiptar kundër të huajve që janë të huaj dhe kundër këtyre që flasin shqip, por veprojnë si të huaj dhe më keq se të huaj ose pushtuesit e huaj kundër shqiptarëve. Ju falenderoj gjithëve. Familja mbretërore shqiptare mbetet një krenari dhe aset kombëtar. Monarkia është trashëgimi, vazhdimsi dhe sukses. Ndaj sot ne punojmë dhe besojmë se kjo trashëgimi, si një e drejtë dhe domosdoshmëri historike, do të bëhet realitet përmes princit të kurorës, Leka i dytë. Kam nderin të ftoj përpara jush në përshëndetjen e tij, princin Leka i dytë. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur miq, kryetar, Edmond Vater, ju falenderoj shumë për ftesën tuaj, për mikpritjen tuaj të legjës. Ne jemi këtu për të festuar 2 marsin, që mbetet pjesë e historisë të shtetit shqiptar, që ne që jemi trashëgimtarët të nipët të kastratëve, ndjejmë krenar për lirinë që kemi sot. Në qoftë se nuk të mësoj, simbolin e familjes Kastrioti, që ka qëndruar mbi si kuror mbi shqiponjen tonë, ne shqiptarët nuk ta kishim pasur këtë liri, këtë dashmësi dhe këtë vullnet për të luftuar për lirinë tonë. Kryetar, ju falenderoj për bashkëpunimin tuaj të legalitetit, për besnikëri të legalitetit ndaj qeshjes kombëtar, por edhe ndaj familjes mbretërore. Jemi këtu për të shprehur mirënjohjen tonë, respektin për të gjitha ato familjet që kanë shërbyer, që kanë qëndruar pranë familjes mbretërore në kohët të mira dhe të vështira. Mirënjohja është një virtyt që është shpesh e haruar në ditët e sotme. Ne kemi shumë parti politik, kemi shumë aktivitetet të ndryshme ditore dhe shumica e shqiptarëve janë duke luftuar për bukën e gojës dhe jo për idealet politike. Për shpesh herë do të jemi të motivuar të kujtojmë ato personalitetet, luftëtarët që kanë luftuar për lirinë dhe pavarësinë e shtetit tonë. Prandaj me lejoni të dedikoj fjalimin tim për ato herojt që janë të haruar, të pashpallur në shtetin modern shqiptar. Dhe të jemi pjesë. Edhe një herë, ju falenderoj shumë për respektin, për dashmësinë dhe ju uroj gëzuar datën 2 mars, jo vetëm për legjën, për të gjithë kombin shqiptar. Faleminderit. Atëherë ju lutem, ftoj sërish Princ Lekën të na bashkohet bashkë me kryetarin e Partisë Lëvizje e Legalitetit, zoti Shpëtim Axhami, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Lëvizje e Legalitetit, zoti Lurian Mena, dhe anëtarët e tjerë të kryesisë për të vazhduar me ceremoninë e dekorimit. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë fillojmë me pjesën e dekorimeve. Ftojmë familjarët e Gjeneral Preng Previzit. Major Lesh Pjetër Topollaj.
John Lesh Pusha. Murat Zani. Profesor Guri. Të nderuar pjesëmarrës. Unë kam nderin të morr sot objektin e mirënjohjes që Partia Lëvizja e Legalitetit shpreh ndaj një personaliteti të zonës së Mamurasit, i cili ka qenë pranë Abbasfupit, pranë Notçovës, pranë Ibrahim Sokolit, e personaliteteve të tjera që kur e panë se nuk mund merren vesh shqiptarët me njëri tjetrin, u mlodhen në sallë herë dhe krijuan Partinë Lëvizja e Legalitetit. Njëkohësisht, personit që i dedikohet ky objekt mirënjohje mbajti për 46 vjet titullin e rand të Kulakut, i cili vetëm kur vdiq shkoi bashkë me ta në botën tjetër. Ftojmë familjar të Hysni Xhetanit. Bravo. Bajram Biba. Hysni Xhetani. Due Piroli. Gjemal Begu. John Mirash Gjeloshi. Mund ta thuash dhe me zë. Përshëndetje. Jam i niti Gjomir Gjeloshit, pra nga jush respekte për princin Lega 2 edhe për gjithë lëvizjen e legalitetit. Edhe kryetari. Pjetër Kosova. Lesh Nik Daka. Luan Leshi. Vëllezërit Lazar dhe Zef Gjon Leshaj.
Gjet Mark Leshaj. Zef Gjin Ndreca. Lesh Gjok Lala. Dervish Ram Brahja. Shqefën Kol Kola. Bardok Pren Bitri. I fotografi do bëjmë të një sekretar të tesh, edhe s'kam ta moto. Gjere dekorate. Shumis. Merë dekorate. Gjere dekorate në shmallë. Jetja pas dekorate. Rregulloj dekorate. Ashtu. Aleksi e fort. Apo vetë foto në gjysh. Shumë. I fjallë. S'kemi shkollë po di fjallë. Vëllezër e motra e Lezhnjan edhe nga gjithë që këmi e këtu. Rëndësi ka për herë pa që po të gona me princip këtu, unë e për veti, dhe si e madhe, nga për gjithë që këta që ke punë, të shrem që ta shumë ma shpesh punë, humi shpresa që për vjetër. Po shalë të të rritë që edhe të vendjali në du. Atëre, gjithmonë me të mira, të pasë të të të. Gjon Përjaku. Gjok Nikol Kaçori. Ku e ki djali? Ndrec Preng Marku. Frok Gjet Kola. Gjok Ded Kaçori. Po ma shumë do aktorkitit I presim të pasatësit të atyre të cilët po I dekorojmë sot. E meritojnë besoj. Preng Mark Kaçori. Preng Mark Prenga. Gjok Dot Leshi. Lek Ndrec Lek Gega. Dot Lesh Koka. Hajde,
Nikol Bardok Marku. Bardok Prenga. Anton Çupi Doda. Anton, ale vetë jo Petritje, vetë, pas me zonjë. Foli dy shkallë jam. Pa tjetër, po. I nderuar prins legalitet. I nderuar kretari Partisë Sekretare Legjana. Jam sot këtu para jush të partë tonë, Preng e Barku, Gjek Prejaku, kam bërë kongres e lurë bashkë me Ahmet Zogu. Nga Fiskom, nga Kom 7 e ka bërë Ahmet Zogu. Do të punojmë shumë, jo dhe si vitër. Se ka koha se bële ma të komunistat të rëtë. A i bëni 7, to shkatroj shtetin. Ahmet Zogu bërë 7, to shkatroj shtetin. Janë me Hoxha, me Drama, me Nesari Berisha, për e ka koha se popla është pëzët. Ta keme me jetë prinsin, të të Ndue Gjopali. Ismet Gjetani. Luigi Marku. Doktor Pashveri. Si dhe dekoratën për smalit. Bravo. Me shëndet të mash. Dilaver Nelaj. Gjet Kadeli. Hamid Mara. Dali Petmarku. Ale luftar. Jo se Merkyt. Kemi djalë të ri. Dola një herë. Të shkon dhe? Me lejen e princip, do doja të përshëndesja radhëtar Prins Lenën, kryetarin e lëvizjes legalitetin, lëvizja më e vjetër në Shqipëri, më origjinalja në Shqipëri, më e sinqerta, pavarësisht propaganda, jo vetëm në shkolla dikur, po edhe sot na thot ndryshe. Prandaj një urim të veçantë për gjithë ju të pranishmit që mbajmë gjallë rrenjën tona. Pa u kthyer ke rrenjët Shqipëria nuk ka.
Si të jetë si në tejti. Atëherë ju lutem edhe një herë të gjithë familjarët e të dekoruarve për të bërë një foto të përbashkët.